në shëndetësi, a ka probleme të ngjashme? Në çfarë drejtimi? Në drejtimin e një pacient mund të ndjehet se nuk e ka marrë shërbimin siç duhet, mund të kërcënoj mjekun qoftë edhe me jetë? Patjetër, ka. Ju vetë personalisht, gjatë punës suaj, jeni përballur ndonjëherë me kërcënime? Asnjëherë. Edhe kam ikur edhe në 12 natës në vitin 97 dhe nuk më ka kërcënuar njëri. As mua, as gocët e mia, as gruan. Them drejtën. Por raste nga kolegët tuaj. Edhe kolegët e mi në atë kohë, nga kolegët e mi, në atë shërbim që kam qenë në kirurgjinë qësu të tërë jetën time, nga kolegët e mi nuk ka pas ndonjë kërcënim. Si ka ndryshuar sistemi shëndetësor nga koha juaj tani? Ka ndryshuar shumë. Për mirë o për keq? Do thosha... A ka shëndetësi falas? Si duket e keni provuar dhe vetë ju si duket të një. Themi drejtën, nuk ka falas. Themi drejtën. Kur është tjetër punë tani se sa si është raporti mjek i sëmur, mjek në spital, mjek në tërësi e një tjetër, por koncepti i mjekësisë falas tek neve është deformuar. Fjalë që tha Ministrja e Shëndetësisë, unë kam pas studente ministre, e Visalen. Ka qenë studente shkëlqyer, vajzë shkëlqyer, mjek e shkëlqyer. Edhe mu bëj shumë qefi që u bë ministra ajo. Se ka koncepte tamam, koncepte evropiane, në kuptimin vërtet fjalës. Ajo tha dy gjëra, të cilat janë në mënyrë indirekte ajo atakoi gabimet që janë po bëhen. Foli për onkologjinë, për shërbimin onkologjik, për çdo gjë, për të sëmurët onkologjik gratis, normale, një sëmurë me kancer duhet pagoj pare. Pagoj pare për rezatimin, pagoj pare për kimioterapia dhe janë nga më të shtrenjtë në medikamente. E para dhe e dyta, falas, jo, check-upi edhe për moshat mbi 70 vjeç. Më thuaj një vend në botë që check-upi në moshën 70 vjeç nuk mund t'i bëhet. Kjo është handicap i padëgjuar. Domethënë ti s'ke të drejtë, unë s'kam të drejtë, që jam mbi 70 vjeç nuk mund të bëj check-ups. Domethënë nuk më lejohet të bëj check-up. Ku është kjo punë kështu? Ku vetë ku gjen ti këtë të drejtë? Atëherë thon, kush është mjekësia falas atëherë? Atëherë për kë? Po për këta kusha, po pak janë këta që janë mbi 70 vjeç? Atëherë tu bie ndesh me ligjin. Kjo bie ndesh me ligjin. Ti mjekësi falas, kurse nga ana tjetër del që duhet paguaj para ky mbi 70 vjeç që marrin ndihmë mjekësore. Dhe ato gjëra të cilat janë në konceptin shqiptar në trajtimin dhe ato, ose jo duhen minimizuar, po duhen eliminuar. Unë jam edhe ati sistemi dhe dhurata me madhe që kam marrë në kohën ku kam qenë mjek kirurg, dikush ka qenë dhurata me madhe? E imja, nga Ismuri, Nikolaro. Ma dha sekretari pare misionit tonë që ishte në OKB, që operua tek neve, a i më dha, ka vdekur ndjes pas. A i më dha mua Nikolaro, unë i asistova profesorit, Nikolaro profesorit, Nikolaro mua. Kjo ishte dhurata ime gjatë 20 vjetë atit. Pjesën tjetër, është tjetër punë tani. Pavarësisht, edhe kjo, themene. Dhe ndaj dhuratave, unë nuk duhet tjetë të ligjërohet dhurata. A duhet mjekët të punojnë edhe në shtetë edhe në privat? Edhe kjo është shumë ngatruar. Në kushtet tona duhet të vjetë që o privat o shtetëror. Në kushtet tona. Në kushtet tona, patër. Në kjo se ti punon në shtet. Atër shteti duhet të trajtoj tamam të mjek në kuptimin e vërtet të fjalës, në gjitha aspektet të trajtoj edhe në anë financiare, edhe në aspektet tjera, në të gjitha drejtimet.
ka plot gjëra të cilat shteti duhet t'i garantoj këti, ose duhet t'i siguroj, ose duhet t'i ofroj mjekut në shtetit, që punon në shtet. Që nuk e ka sigura sot. Ai që punon privat, ai ka mendje vetëm tek lekut. Ai bën biznes. Kurse mjeku në spital shtetëror, publik, nuk bën biznes, bën mjekësi. To është diferenca. Është diferenca e madhe apo jo? Unë këtë diferencë kam parë dhe këtu, se kam punuar dhe në spitale private, kam punuar dhe në spitale private, kur dola pensione kam fjallë, jo kur isha në shtet nuk kam punuar asnjë ditë në spital privat, as në klinik privat, as në spital privat. Ditë që dola pension, po, atëherë, dhe me erdhi në kohën që isha në spital, isha shef shërbimi, dhe erdhi shkesa, do punoni privatisht, keni klinik private, ku do punoni, dhe çfarë do punoni, si do punoni. Dhe në mënyrë taksative i thash që nuk ka asnjë aktivitet dhe nuk punojnë në asnjë vend si privat. As si mjek, as kam klinik, as si spital. Dhe s'punova asnjë ditë. Tani nëse ti je në shtet, atëherë ti e ke mendën te private, domethënë ti nuk bën mirë punën e shtetit. Mos e shkoto, më fal, mund të jemi gabuar. Ka aq punë në mjekësi që në çdo moment ti do të jesh i pranishëm atje. 8 orë duhet të monitorohet e smuri, duhet ndjekur i smuri. Sot po vjet re një gjë shumë negative në gjithë botën. Raporti mjek i smur po zvoglohet shumë. Kjo është e keqe madhe. Kjo në të kundërt, raporti infermier-mjek është superior. Domethënë është superior i infermieri ndaj mjekut. Sepse infermieri është në kontakt 8 orë me të smurin, monitorim, kështu dhe monitorim klinik, duke ndjekur të smurin hap pas hape, duke ndjekur dhe se si lviz syt, dhe si lviz kokën, dhe si kollet, dhe si pozicionohet, dhe si rri. Gjitha. Kështu që mendoj për kushat tona duhet ndahet mirë kjo punë. Orë privat, orë shtet. Nëse ti do privat, dil privat, hap klinik privat, shko spital privat, bëj çat duash ti atje, çat lejon ai privati. Në shtet, në gjithë botën, në mënyrë të veçantë, shteti në mjekësi ka hierarqi ushtarake. Domethënë ka general, ka kolonel, ka major, ka ushtar. Në mjekësi ka hierarqi ushtarake. Në kushte shtetërore. Këtë e kam parë ku kam qenë për specializim në Francë, ku kam qenë në Itali, në Padova, model, hierarqi ushtarake. Fjala e shefit të shërbimit, liq, do zbatohet, po ajo fjalë liq, nuk është se vendosja ai, po e vendosën në mënyrë kolegjiale në ato mënyrat, në atë mënyrë në ekzamenimin e organizimit të tij, menaxhimit të tij, që e thotë që bëhet ligji i tij. Ka lezet, e ndjen të smuri, e ndjen i smuri kujdesin e tij. Ndjen që merr cilësi, kërkon cilësi. E shkruar me të madhe në Francë, të smurit duhet të jepet shërbim më cilësor. Duhet zbërthyer kjo fjalë. Shërbimi cilësor. Ku është? Unë jam korçar. Nuk bërë shërbimin Korç cilësor. Është spitale rajonal. As në Elbasan. Do merë Tiranë që është spital terciar, spital universitar, ku janë të gjitha specialitetet. Pra kjo është skalionimi ose ndarja ose organizimi në kuptimin vërtet fjalës. Gjë që ne akoma nuk inshallah. Për shembull, unë isha në Kosovë para disa ditësh, në një konferencë që bën kolegji i kirurgëve të Kosovës dhe departamenti i kirurgjisë të fakultet mjekësisë. I kishin organizuar shumë bukur ata kosovarët.
organizim shumë të mirë dhe organizator. Kush ishte organizator? Ish ministri i shëndetësisë që është një nga mjek të dalluar në Amerikë, Rifat Latifi, që unë e njoh nga afër. Ai ishte edhe i tjetër, edhe ai ish ministri i shëndetësisë i Kosovës, Recep Selimi. Organizim dinjitos. Tërsi shtetërore në shteti ka rregulla, ka gjëra një tjetër kështu. Pra, duhet të shkundemi mirë. Kemi nevojë të shkundemi mirë. Çdo njeri duhet të shkundet. Çdo njeri ka nevojë të shkundet, çdo njeri. Unë deri këtë muaj, deri në fund të shtatorit, kam dhënë mësim në Elbasan. 10 vjetë. Kisha dalë pension, të kuptoni, në universitetin publik. Dhe i kam thënë studentëve të mi në Elbasan. Niveli le për dëshëruar. Cilësia po harrohet. Kërkesa po harrohet. Tani kush është fajtor? Unë para se të bëj fajtor të tjerë, duhet të bëj fajtor vetën time. Unë si pedagog. Në radhë parë bëj fajtor vetën time. Domethënë që pse toleroj gabimet, pse toleroj këtë gjendje, pse toleroj këtë neglizhencë, pse toleroj këtë amulli, këtë mos interesim të studente, pse toleroj këtë, pse ky student nuk di pse ka ardhur, pse toleroj këtë gjë. Ka ardhur në universitet? Ka ardhur. Ka ardhur me këto standarde, me këto gjëra. A mendoni se të gjithë degët e mjekësisë do të bëhen me një provim hyrës? Si? Të gjitha degët e mjekësisë. Mjekësia e përgjithshme tani është bërë me provim. Po, me provim. A mendoni se të gjitha degët, edhe infermieria, fizioterapia, Të gjitha. të tjera duhet bëhen me provim? Me provim. Ndoshta mund të provojmë më pak studentë. Po mirë, mjekësie, mund të jenë më cilësor. patjetër, sipas nivelit. Ndryshe mjeku, ndryshe infermieri, ndryshe imazherisi, ndryshe fizioterapeuti, ndryshe laboranti. Dieta e punë ka diferenca në këtë punë. Kërkesa maksimale janë për mjeku. Në radhë parë, për mjeku, patjetër. Kërkesë maksimale. Apo shihet mjekësia si një pasaportë për t'ikur jashtë Shqipërisë? Si pasaporta në thonjza dalse nga Shqipëria, sepse shumë studentë që vazhdojnë infermierin e shohin të ardhen në Gjermani, kryesisht. Është një mendim i tillë, që për mendimin tim është e gabuar. Nga vetë ata, po dhe nga vetë shteti, që të rronë këtë gjendje, e cila duhet të gjej në radhë parë, shiko, e dini sa universitete ka Shqipëria? Shqipëria, Tiranës, Elbasanit, Shkodrës, Sa universitete private dhe shtetërore, di sa universitete ka? shumë, shumë. Sa afërsi mendoni juve? Po ja mund të llogarisim të kuta 20, mendoj? Janë mbi 45 universitete. Gjithë universitetet nxjerrin infermier, gjithë universitetet nxjerrin imazherist, gjithë infermierët nxjerrin mami, gjithë infermierët nxjerrin laborant, gjithë infermierët nxjerrin fizioterapeut. Ku vjen? Sa është kërkesa? Ku do shkojnë? Kur neve në një kohë kur ne kemi një karencë, mungesë mjekësh në Shqipëri dhe mjek dalin dhe mjek s'kemi. Kjo është urdhë. E duket e duhur detyrimi që është vënë studentëve për të punuar pas studimeve. Si? Studentëve të mjekësisë është vënë si detyrim që punojnë 3 vite në vend, pastaj A është shumë e drejtë. është e drejtë. Është e drejtë. Unë jam për këtë. A duhet bëhet kjo gjë për infermierët? Ai duhet të ketë, më fal. Ai duhet të ketë detyrim për shtetin e vet. Është fjalë e madhe e John Kennedy, që ka qenë presidenti i Amerikës. Mos mendoni se ç'a duhet bëj shteti për juve. Duhet mendoni ju ç'a bëni për shtetin. Duhet mendoj dhe unë ç'a bëj për shtetin apo jo.
Jo vetëm shtetit, mendoj vetëm nga shteti. Po unë vetë, a jam në rregull me shtetin? Si jam në rregull? Atë pse kërkoj? Apo jo, më falë, mase kam gabim. Kështu që ai, çdo njeri që është arsimuar në kushte shtetërore që ka marrë nga shteti të gjitha ato i ka dhënë shteti, ka detyrim. Apo jo, më falë, ka detyrim, patjetër ka detyrim. Patjetër. Ka bërë fakultetin mjekësisë gratis. S'kam paguar asnjë lek, me bursë shteti, me ushqim, me fjetje, me mësim, me të gjitha gjërat, nuk paska mund detyrim ndaj këtij. Si s'paska detyrim? Patjetër duhet të kem detyrim. Në vendin tim. Patjetër. Kjo është normale kjo punë. Ndryshe pastaj Faleminderit.